në të gjitha fushat. Ky është një gabim trashënik i Agim Ademit. Pse? Sepse ai thjesht filmin nuk u dashur me shfaq pa u kryer mas pari eventi, kongresi, ka mujtë më orë në shtëpi, këtu me bo gjumë edhe të nesërmit me publiku atë video, kur Serbia s'kish mujtë më me marë asë një veprim retroaktiv. Edhe i shkry kjo mabet, që flamuri Kosovës kënë Beograd, u majtë kongresi, kretë në regull, ndërsa në anën tjetër, kretë këtë avancimin e Kosovës në futbol, si subjekt ndërkombëtar, si komb në ligën e kombëve e tjerë, e ka kthy mrapa duke detyruar UEFA-n që të marrë veprimet të cilat shkojnë edhe ndesh rregullave të saj. Sepse në prezantimin e kombëtarëve të ndryshme, edhe të federatave të futbollit, sigurisht që duhet në kongrese rregullisht të prezantohen edhe simbolet kombëtare, të secilit komb veç e veç. Por ata u detyruan me heq të gjitha simbolet njëherë, sidomos duke u nis nga kjo, duke arsyetuar Federata e Futbollit të Serbisë para federatës, para domethënë UEFA-s. Edhe mirë kish me qenë me thirr këtë shunën kryetari i Armando Dukan, si një dëshmitar tjetër, edhe me vetë që shku krejt mohabeti, edhe kjo përbën një hap mbrapa për Kosovën. Pse? Sepse interesi jonë është gjithmonë mu prezentu me flamur kombëtar, me simbole kombëtare. Po flamuri ishte aty? Po ishte, po u tërhoq. Ishte po doq. Kush e ka detyru me tërheq, se gjatë interpretimit tha që është detyru me i tërheq simbolet. Kush i kanë tërheq pastaj të gjitha simbolet prej korridorit, prej sallës. Edhe kjo që po thot federata, kemi ne ide sa kemi qenë aty, që nuk është bash e vërtet, sepse kemi të dy pasurimet edhe për medjave serbe, edhe e dim se çfarë ka ndodhur. Unë? Cilës për besoj? Po. Për besoj syve jo veshve. Për besoj syve jo veshve. Syt janë me pa që flamuri i Kosovës që ishte prezent aty është djegur. Dhe kjo s'ka pas nevojë të ndodhë, sikur të ishte pak më i kujdesshëm, edhe pak më patriot, Agim Ademi, edhe mu kthy në shtëpi një herë edhe me prezentu filmin që ka bo. Pse duhet mu ndalu publikimi i asaj video? Po jo mu ndalu... Po ti po mos mu publiku në qaku? Jo, kushta. A the më mirë kish me qenë të ish publiku masit të shkëthy? Po pra. Po pse mos publiku në ato momente? Sepse Serbia s'kish mujt me bo, sepse asnjë hap